Tani në kulmin e saj, tani në Qershor, se ara i fillonin pompat ne, stacioni ka pas 900 litra ujë në sekond. Në çfarë viti flasim? Në 83, në 84, në 85, më djonar, para 20 vjetëve. 900 litra. Dhe unë ba përgjegjësi penale. I bëj thirrje kryeministit që e kanë gënjur, e kanë mashtruar. Ata që kanë bërë projektin janë mashtrues. Duhet i mas parku t'i fut në burg ata. Dhe, kur i kemi ndezur një herë të 900 litrat në aty, është farë lumi. Tani në këtë fshat ja ku jemi, të të qoj burim më burim që janë tharë mbi 20 burime. Ku shtuj? Atje ku këshën pombat në mbyteshje. Kishte 1 metro e gjysmë ujë, tani ka ngellur urdhot vej televizionit ta shoh, ka ngellur 30 pont ujë. Çfarë kemi bërë kryeministrit? Është dhe yni apo s'është yni kryeministri? Nëse e kanë gënjur dhe nëse s'ka ashtu, ne do merremi me drejtësinë. Ne do bëjmë ekspert nga Italia, nga Franca, nga Gjermania, ai të vërë ekspert e ti të shkoj. Aty 1/3 e sasisë ujit ka ngellur. Ta asaj kohe. Ta asaj kohe. Aty nuk kam tepër se 300 litrë ujë në sekond. Dhe kryeministrin me siguri që e kanë gënjur. Jam i bindur për këtë se tragjasi si ka bërë gjë as kryeministrit as Shqipërisë. Vetëm i ka dhuruar kuadro. Edhe të mira këtij shteti. Ndaj e bëni të vërtetën jo gënjeshtat. Ta marrë vesh gjithë populli shqiptar që po na grabitën. Është grabitje, nuk është vjedhje. Që ti ke ujt nga tragjasi dhe të bëj pishinat në edhe fshatin ngellet pa ujë, kjo